Zemra që nuk lodhet dhe rruga e një humanisti që organizua nga shoqata humanitare dhe bashkëpunëtorët e Valdet Shalës. Ka njerëz që jetojnë për vete dhe ka të tjerë që jetojnë për të tjerët. Në mesin e tyre një emër që nuk kërkon zhurmë për të dëgjuar, por zemër për të ndjerë, është Valdet Shala. Ky dokumentar është një udhëtim i ndjerë në përgjurme të një njeriu që nuk u ndal kurrë se dhëni. Filimet e një zemre të madhe, humanizmi nuk lind në një ditë. Ai rritet dal nga dal në heshtje, në sfida e në dhëmbje të përbashkëta. Rruga e Valdet Shalës fillon aty ku shumë të tjerë ndalen, tek ndjeshmëria për tjetrin, që në hapat e parë ai kuptoi se dhimbja e dikujt tjetër mund të bëhet mision personal. Në këtë rrugëtim të mbushur me sakrifica, përkushtim dhe dashuri për njerëzit, emri Valdetit qëndron si një dritë që nuk shuhet. Këtë e tha dhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Deçan, Naser Tolaj. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. I gjithë falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit të Madhrueshëm. Selamet dhe salavatet ja dërgojmë njërit më të mirë pejgamberit më të zgjedhur, vullës e pejgamberve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes të tij të sinqert, shokët e tij besnik, edhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar, mirë se keni ardhur në këtë emision dhe mirë se keni ardhur edhe në Këshillin e Bashkisë Islame në Deçan. Ju falenderojmë për prezencën e juaj. Sot do të flasim për një besimtar, për një vëlla tonin, për një zemërgjer, për një humanist, për një njeri i cili me të vërtet ka dhënë dhe vazhdon që të jap kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë tonë. Pra, sot do të flasim pak edhe pse e di që ai nuk është që e pëlqen këtë, mirë po megjithatë dëshirojmë që të tjerëve t'ju japim shembull dhe t'ju japim model. Dhe kjo është ndoshta edhe njëra prej arsyeve pse do të flasim sot për këtë njeri i cili ka vlera të jashtëzakonshme. Fjalën e kemi për Valdet Shalën. Foli me respekt për Valdetin, duke theksuar se prej më shumë se 15 vitesh ai njihet si një bamirës i përkushtuar. Një djalë i sjellshëm dhe i sinqert, edhe pse është më i ri në moshë, veprimtaria e tij është shumë e madhe dhe e palodhur. Me thënë të drejtën, Valdetin ka një kohë të gjatë që e njoh, ka diku mbi 15 vite që e njoh dhe e njoh për një djalë të urtë, për një djalë të sjellshëm, për një djalë të sinqert, për një djalë të qiltër, për një djalë i cili gjatë veprimtarisë e tij ndonse në moshë nuk është aq shumë i vjetër, mirë po veprimtaria e tij është e bojshme në kuptimin e asaj në shërbimin e komunitetit dhe të njerëzve të cilët ka nevojë. Siç edhe dini, pra Valdet Shala merret me ndërtimin e objekteve, respektivisht të shtëpiave, dhe në plan programin e tij ai e ka që ju ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe nevojtarëve, edhe atyre të cilët vërtet kanë nevojë për një strehim, vërtet kanë nevojë për një shtëpi. Andaj, kur themi që kanë nevojë për një shtëpi, në traditën islame, strehimi i familjes është dignitet, është siguri edhe është mbrojtje. Pra, nuk është thjesht vetëm një muri, mirë po kur e themi në ndërtimin një shtëpie, e konceptojmë dhe e mendojmë në ata që është një strehim i një familjes, është një dignitet edhe është një siguri ose një mbrojtje. Prandaj kur njeriu e ndërton, kur një bamirës e ndërton një shtëpi,
të një nevojtari, ai nuk ka ndërtuar thjesht mure, por ai ka ndërtuar shpresë, ai ka ndërtuar dignitet dhe ai ka ndërtuar jetë në atë shtëpi. Pra në atë familje nuk është thjesht vetëm një objekt ose nuk është thjesht vetëm muri dhe beton, mirë po kur e ndërton një shtëpi të një familje, pra në atë është një dignitet, është një shpresë dhe është një jetë e re të cilën do të vazhdohet në atë shtëpi. Disa fjalë tha drejtori i shkollës Jusuf Gërvalla në Prapaqan, Deçan, Agron Berisha. Agroni kujton fëmijërinë e Valdetit. Jemi rritur bashkë. Ai njihet si një ndër qytetarët më të devotshëm të këtij rajoni. Valdetit jeta nuk i ka buzëqeshur lehtë. Në moshë të re, ai mbeti pa baba dhe mori mbi supe barrën e një familjeje. Ai u bë shtyll, u bë forcë, madje u angazhua edhe në luftë, duke kontribuar për vendin e tij. Në vitet më të vështira, në vitet të 90-ta, gjatë pushtimit të egër serb, kur rinia kërkon të dritë në errësirë, Valdeti ishte ndër organizatorët kryesor të aktiviteteve sportive, një mënyrë për ta mbajtur gjallë shpresën dhe bashkimin, por dhe të mbajë gjallë shpresën e nxënësve që ata të kenë aktivitete të mira në rrugtimin e tyre. Jam Agron Berisha, qytetar prej fshatit Prapaqan, njëkohësisht e ushtroj detyrën e drejtorit të shkollës fillore të mesme të ulët Jusuf Gërvalla në Prapaqan. Sot po bisedojmë për një personalitet shumë të shquar dhe një bashkë qytetar tonin, zotin Valdet Shala. Me Valdetin jemi rrit bashkë me Valdetin dhe vëllezërit e tij, dhe Valdeti është një ndër qytetarët më të devotshëm të këtij rajoni. Sigurisht që Valdeti nuk e ka pas jetën shumë të lehtë, pasi që në moshën shumë të hershme, ai që në moshën 12 vjeçare mbeti pa prindin, pa tjatin, dhe gjithë barra familjes i ra për të kujdesur për 3 vëllezër të tjerë dhe 4 motrat, si vllau më i madh i familjes, dhe që nga ai moment dhe deri në ditën e sotit nuk ju ka dha asnjëherë punës dhe angazhimit tina për kujdesis për familje. Natyrisht një rol shumë të rëndësishëm për Valdetin, edukimin e tina, formësimin e tina, ka luajtur edhe ema tina, pasi që ajo qysh moshën e re, mbeti me shumë fëmijë, ku me punë dorë arriti edhe të krijoj një mirëqenie të mirë për fëmijët e saj dhe të udhëzoi në rrugën e duhur. Valdeti që nga ajo moshë ka filluar të punoj pa ndalë në asnjë moment. Përveç punëve profesionale të tina, ai nuk ka pas aksion shoqëror, qoftë në fshat apo në rajon, i cili nuk ju ka përgjigj pozitivisht dhe nuk ka marrë pjesë. Me fillimin e luftës, Valdeti u angazhu edhe në luftën çlirimtare si luftëtar i lirisë, në formacionet e fshatit ton, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, dhe më njëherë pas lufte prap Valdeti është demobilizuar dhe ka vazhduar aktivitetin e tina ekonomik, duke u kthyer në një shtyllë të fuqishme të zhvillimit ekonomik, jo vetëm për familjen e tij, por për shumë familje tjera. Me njëherë pas lufte, me fillimin e veprimtarisë së tina të punës dhe biznesit të tij, ai për asnjë moment nuk ju ka shmang edhe veprimtarisë së tina humanitare. Nuk ka aktivitet humanitar në këtë lokalitet, në këtë rajon, që ka kërkuar përkraje nga Valdet Shala, i cili nuk ju ka përgjigj pozitivisht. Ai ka kontribuar të shumë familje, në mirëqenien e tyre, në krijimin e strehes për ta dhe për institucionet e tjera. Që kur e menaxhoj shkollën, aksionet që i kemi marrë bashkë me komunitetin në shkollë për rregullimin dhe përmirësimin e kushteve më të mira për mësim, për një siguri më të mirë për nxënësit dhe personelin, Valdeti ka qenë i pari që ju ka përgjigjë çdo aksioni që ka pas nevojë shkolla për rregullimin e ambientit, për investime të ndryshme në shkollë. Përveç sajna, ka kontribuar edhe në shumë organizata tjera në përkrajet e aksioneve humanitare dhe nuk ju ka dalë për asnjë moment. Një ndër aktivitetet që duhet të shquhet personaliteti Valdetit është aktivitetet e organizimeve sportive gjatë viteve 90-ta, gjatë pushtimit të egër, uzurpimit gjitha institucioneve të Kosovës, dhe në atë kohë rinia asaj kohe
të udhëhequr edhe nga aktivistë të shquar edhe politik, edhe kulturor, edhe sportiv, organizonin gara paralele sportive. Dhe Valdeti në gjitha ato aktivitete sportive, në gjitha turniret, ka qenë një ndër organizatorët kryesor të këtyre aktivitete duke luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në organizimin e garave sportive, qoftë në fshat, qoftë në komunë, por edhe në rajonin e Dugaxhinit. Dhe nuk ka pas aktivitet kulturor dhe sportiv gjatë viteve të mëdhta që nuk ka qenë i angazhuar Valdeti dhe aktivistët e tjerë të asaj kohe sportiv dhe kulturor. Miq të Valdetit kemi shumë, por ata të cilët kanë folur për Valdetin me shumë dashuri. Ku njëri ndër ta është dhe aktori Halil Tetaj. Halili e njeh Valdetin që nga fëmijëria dhe e përshkruan si njeri me dinjitet, korrektësi dhe përkushtim në punë, një emër që përmendet me respekt në komunën e Deçanit. Dhe më thuhet dojnë dëgjojmë nga vetë aktori fjalët të cilët ai kishte për Valdetin. Valdet Shalën e njoh qysh si fëmijë, për arsye se ata kanë lidhje familjare me disa komshi të mit, një pa e dajën së bashku, ka qenë fëmijë shumë i sjellshëm, shumë i mirë, dhe pastaj në kohë më vonë, kur është rrit, dhe është marrë me ndërtimtari, me ndërtimin e shtëpive, më shumë e njoh prej njerëzve, të cilët kanë pas gjithmonë fjalë të mira për te, sepse gjithmonë i ka kry punët me kohë, kur nuk ka bo dallavere, kur nuk ka bo gjanat të cilat kanë shku në disfavor ti, apo të pronarit të cili e ka porosit ndërtimin e shtëpisë. Dhe më thënë është i përmendur në komunën e Deçanit si punëtor shumë i mirë, por edhe shumë i përpikt. Unë ata i njoh familjarisht, e veçanërisht babajnë e tij të ndjerin Veseli Bishin, Vesel Shala, i cili ka qenë një ndër burrat më të mirë të Prapaqanit, dhe se ai edhe pse ishte një pash i baronit, ndërsa vllazërit e tij që i kishte prej babe, ishin një pa tonët, ai më shumë vinte aty se sa të dajte vetë. Dhe kam kujtimet jashtëzakonshme me te, për arsye se në kohët e dimrit luanim shah, sidomos ishte sharmant në lojën e kapuçave. Është kështu që nga një familje si që janë ata, prej fillimit të e njoft Agjt, babajnë e tij, gjyshin e Valdetit, e gjithë, nga një familje tillë nuk ka të shkon pa dalë dhe ai mirë. Kështu që Valdeti është një burr i fjalës, i besës, punëtor, i pashoq. Dhe nga kjo studio i dëshiroj shëndet dhe gjithë mirat në jetë. E në të rikthyer prap tek imami i xhamis, ai solli dëshmi konkrete për humanizmin e tij, duke përmendur dërtimin e shtëpive për familjet në nevojë, përfshirë një rast në fshatin Strelc i Ulët, një dëshmi e gjallë e veprës së tij. Herën e parë kur e kam takuar Valdetin e mbajnë mend se sot, përveç se unë kisha ndëgjuar nga të tjerët për aktivitetin dhe punën e tij të cilën e zhvillon Valdeti, më kujtohet një fjalë e tij për herë të parë pas që ndajtem dhe i shkëmbyem disa biseda të këndshme, një ndër ato pastaj në fund ta hoqta, siç edhe dinte atje, po besoj tha që unë merrem me ndërtim, pra kam një firmë të ndërtimtarisë, dhe se unë e kam në plan programin tim që nga themelimi i kësaj firme që s'paku një ose dy e varësisht sipas nevojës deri edhe në 3 shtëpia në vit do thotë i ndërtoj pa parë, do ju ndihmoj për atë të tjerëve. Andaj kurdo që ti ke nevojë për
ndonjë person që ti din që ka nevojë për ndërtimin e një shtëpie, absolutisht e ke derën hapur dhe mund të drejtohesh tek unë për çdo gjë të cilën ti mendon që ka nevojë. Kjo është pra biseda e parë që edhe sot të kësaj dite më kujtohet që e ka hapur zemrën e tij dhe më ka thonë që kurdo që ti mendon që ka nevojë dikun, lirisht ditë natë më thirr në telefon dhe unë do ta bëj këtë me kënaqësinë më të madhe. Dhe në kuadër të kësaj, ndoshta unë do t'i shpalosi dy gjëra të cilat personalisht i kam parë dhe kam qenë do të thotë në komunikim me Valdetin dhe i ka kryer pikërisht dy shtëpia si kërkesë nga ana ime. Pra një shtëpi në fshatin Strellës të Ulët tek një familje pajazitaj, me disa shokë kishin marrë një iniciativë për shkak kursteve të rënda dhe kishin dëgjuar që Valdeti është njëri prej humanistëve, është njëri prej bamirësve, është njëri prej atyre të cilët ju ndihmon atyre të cilët kanë nevojë në ndërtimin e një shtëpie dhe po më thirrin në telefon dhe duke ditur raportet e mia me Valdetin, më thirrin në telefon, është një Asim Cena i Lloçanit, do të hoxh kështu e kemi në plan me ndërtu një shtëpi të një familje në fshatin Strellës të Ulët edhe a ka mundësi me thirr Valdetin dhe me ndihmu kësaj familje. Dhe marrë dhe thirrë Valdetin dhe absolutisht përgjigjja e tij ishte shumë pozitive, por për vetëm që pozitive ai e ndinte edhe veten shumë të gëzuar dhe të lumtur, edhe thoj që hoxha falenderoj Zotin që ma ka dhënë mundësinë për shkak se unë kam jetuar në një rrethanë, në një kohë do thotë jo të lehta për mua dhe për prindin tim dhe këtë e bëj për Zotin edhe e bëj për shpirtin e prindit tim i cili ka dhënë kontribut dhe i cili ka qenë njëri për atyre të cilët jeta e ka ballafaquar me lloj sfidash. Prandaj e bëj këtë me kënaqësi. Dhe rasti i dytë që kam pikërisht me Valdetin është edhe ndërtimi i një shtëpie të cilën edhe së të kësaj dite po e vazhdojmë në fshatin Isniq, pra ndërtimi i xhamisë është ndërtimi i shtëpisë xhamisë ose i hoxhës, pra fshati Isniq që ka një shtëpi e cila i dedikohet vetëm për imamin që është si hajrat, pra që është e qumë populli, prandaj njëra prej atyre kontribuesve është edhe Valdeti i cili ka marrë pjesë që një kat dhe ta ndërtoj të kësaj shtëpie muret e një kati, momentin që i këmë thonë Valdetit e ka marrë me kënaqësinë më të madhe. Prandaj ka dhe rastet e tjera edhe të shumta të cilët Valdeti i ka bërë dhe vazhdon që të bëj, dhe unë mendoj që ka plot biznesmen të cilët japin, mirë po pak ka biznesmen të cilët janë model. Mendoj që Valdet Çala është njëri për atyre të cilët vërtet është qëndruar në model për të tjerët se si duhet të ju ndihmojmë të tjerëve. Edhe njëherë Valdetit i dëshirojmë jetë të gjatë dhe suksesin e punën e tij. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj. Ai tha se jemi të një gjenerate, shok shkolle. Valdeti është rritur me vërtyte të rralla. Ai është humanist dhe bamirës i madh. Ka ndërtuar shumë shtëpi për familjet në nevojë. Ai përgjigjet gjithmonë në çdo thirrje për ndihmë, edhe pse kemi bërë shumë, ne i ruajmë dinjitetin e atyre që ndihmojmë, sepse jo gjithmonë duam që të nxjerrim në pa ata që ndihmojmë, sepse ne i bëjmë nga një vullnet i plot i hyni. Valdetin, spore jemi gjenerate njëjtë me Valdetin, jemi shokë edhe të shkollës, gjimnazit, dhe po ashtu kjo mirësi, njohje ka vazhdu edhe në ditët e sotme, vazhdo ende. Valdeti është një prej njerëzve që o rrit në vërtitët e këty shteti, dhe kësisoj Valdeti është një prej njerëzve që më ndihmon shumë, që është humanist, është bamirës i madh. Ndoshta vetë faktin çfarë thonë është jetësore, është lindë, edhe o rrit jetim pa babë, për shkak se baba i ka vdekur shumë herët e ky ka qenë shumë i vogël. Edhe mandena kur o boj zot i punës ka marrë gjithmonë atë kujtesën çka bojnë familjet skamnore, familjet që kanë hall. Edhe në profesionin çfarë ka Valdeti, deri tashmë është sa unë kam njohje që i kem jap dikur në mirënjohje të qytetit për punën që ka bëu, ka ndërtuar më shumë se 27 shtëpia në këtë qytet.
Domoni ka kry punë për 27 familje, pa marr pagesë si kundër vlerët të mundit dhe të punës që ka bo. Edhe kur është nevoja me u taku ose me organizu për çfarë do lloj ndihme që kanë nevojë njerëz të këtij qyteti ose edhe jashtë këtij qyteti, sikur rastet e Shqipërisë, të tërmetit, vërshime ndryshme ose të ndihmat që duhet me dërgu dikujna, i Valdeti është një prej njerëzve më pozitiv që përgjigjet gjithmonë më aq sa ka mundësi dhe më aq sa i lejon edhe buxheti i vet. Mirë, po mbrana mundësive, Valdeti thuaj atë tash prej mas lufte deri tashtit, për çdo vit ndërton një shtëpi ose 2 shtëpi bashkë me kolegët e vet, me punëtorët e vet që i ka, që ju del ndihmë familjeve që kanë nevojë. Kujtohet në rast se na i provoj me të që keni pas. Nuk kisha dash ndoshta me cek në rast individual për shkak se ekziston një parim të ne. Kanë thonë të vjetrit një farë diçka trashëgume që kur njëna dorë jep, nuk duhet me ditë dora tjetër. Ne në fakt kemi ndërtu më shumë se ka shtëpi, mirë po që si kemi publiku kur, nuk e kemi bo mediatike kur për shkak se mundën njerëz ditë sot përjetojmë në një kohë pa kohë, kur njerëz mundën me u bollizu, ku fëmijët atyre familje mundën me qenë bollizum në çfarë do rrethane jetësore. Dhe na ka dokt ndoshta ma e drejt e kryjmë një punë, e dim një pjesë ajo familje e din që ne ja kemi nimu, të funit diçka bëhet edhe për çet virtytin, çet cilësinë që po themune, çet solidaritetin që duhet me bo, pa e bo fort mediatike, pa e bo shumë të madhe, për shkak se nuk ja vlen kjo temë me u bo fort të madhe në ato që po bojmë, sidomos për familjet që kanë nevoja. Në këtë qytet ka shumë modele të mira, që janë humanista, që janë njerëz bamirës, njerëz solidar. Valdeti është një prej këtyre modeleve në këtë qytet, i cili e gëzon respektun e komunitetit dhe të qytetit tonë në tënësi. Unë për fund kisha dashur ndoshta me adresu krejt njerëzve që kanë mundësi, që edhe individualisht, edhe në bashkëpunim me neve, në bashkëpunim me çdo organizatë e cila ka këtë orientim, ta japin ato që mundën me pa lënë veten keq, sepse është tepër madhështore, është hynore në rast se mundesh një familje që ka nevojë sot ose një njerëz që ka nevojë sot me dalë ndihmë dhe me ashtri dorë në ndihmë sadopak me ja lësu jetën. Valdeti, një humanist i njohur në gjithë vendin, është pjesë edhe organizatës humanitare Edhe unë dua të jetoj me Selinë Deqan, organizatë kjo që e falenderuan Valdetin për gjithë kontributin e tij humanitar. Unë emër të antarëve të OJQ-s humanitare Edhe unë dua të jetoj me Selinë Deqan, paka shumë keni njohuri për OJQ-n tonë humanitare. Shprehim mirënjohjen tonë për antarët e Kuvendit Komunal të Deqanit për vendimin që Zotin Valdet Shala ta nderoj me mirënjohjen për kontributin e tij humanitar. Valdeti është pjesë e OJQ-s tonë, na mbështet vazhdimisht në të gjitha rastet e rënda, na jemi mirënjohës shumë. Lutjet tona për shëndet e sukses bashkohen me lutjet të gjithë atyre që u bën pjesë e rrugës humanitare të Valdet Shalës. Drit pas rruga ati gjithmonë. Deqani me këtë mirënjohje ka nderuar jo vetëm Valdetin, por familjen dhe gjithë vendin. Paraprakisht, ne që një kohë gjatë njihemi me Valdetin dhe ka mjaftu që jo ta thrasim Valdetin, po ku ka ndëgju Valdetit na thret neve. Kështu që është një thënie profetike pejgamberit alayhi salam, i cili thot kush nuk falemndron njerëzit, nuk ka falemndruar Zotin. Dhe sigurisht iniciuesit e këtij organizimi kanë bënë një punë të jashtëzakonshme për arsye se e kanë nderu djalin më të mirë që ka komunja e Deqanit, që është afër nevojtarëve. Kur e pava Valdetin, e pyeta se cila është familja jote dhe konkretisht cila është nana. Dhe ma tregoj. Shkova, ju afrova, e përshëndeta, e përqafova dhe i thash lëm ti si nanë që ki rrit një djalë sikur Valdeti. Kështu që
nana ka luajtur edhe rolin e babës edhe të njanës edhe të familjes, prandaj çdo vepër dhe çdo punë që e bën Valdeti, duhet më thonë nanës Valdetit, ju rritnera që e ka bëni djalë të tillë. Zoti t'i dha shëndet, mirësi dhe begati në jetë, e pa që me ymër, ti bashortja e vladet vllaznit, motra dhe krejt na që e kemi për. I privilegjuar për të ja ndarë këtë mirënjohje në emër të komunës, u shpreh Asim Cena, i cili e konsideron si fat që e ka njohur shpirtin e këtij humanisti. Me të vërtet jam i privilegjum që e njoh Valdet Shalën, që kum pas fatin bashkë me shok, siç është edhe Avdullah Bytyçi, Muharrem Likaj, që të bashkëpunojmë edhe të punojmë punë të mira, që në një farë forme Valdet Shala me shok i ka hi nër krah komunës, që më pa mundësi të i dalim ndihmë çdo familje. Valdet Shala gjithmonë është kon i gatshëm që t'i përgjigjet thirrjeve tona që të ndihmojmë familje që ka nevojë. E di që është pak Valdet, kjo ju meritoni më shumë, po dhash Zotit keni shëndet, dhe shpesh herë ta kam thonë që nëse do me di që ki punën me Zotin, që i veprat që ta ka jep mundësin për me ndihmua. Për mos me zgjatë shumë, unë sot dhe nemen të komunës Deçanit, kryetarit komunës, ndaj mirënjohje, po qohëm kom, Valdet. Komuna Deçanit ndan mirënjohje për Valdet Shalën, ndërmarrja ndërtimore Edi, me motivacion për ndihmën e dhënë familjeve skamnore të komunës së Deçanit. Bashkim Ramosaj, kryetari i komunës Deçanit, Deçan 2023. Përshëndetje për të gjithë. Une nuk di me folu, në di vesh me punu, po të t'i marrë. Po, me gjithatë do t'i them një 2-3 fjallë. Përshëndes kryetarin Bashkim Ramosaj dhe pse s'është prezent për shkak të arsye. Përshëndes gjithë pranishmit. Unë ndina shumë i lumtën, shumë i privilegjum që jem mesin edhe juve, edhe bashkë me ndimin e juve kemi arrit deri këtu dhe do të vazhdojmë, nuk do të ndalem asnjëherë. Kjo mirënjohje për mua do të thotë një shtytje hala, ma shumë. Është një fjalë e popullit që thuhet na stradini kush është rrezupi i darë dhe le të vjem më pa. Këto kushte, këtë situatë skamnorëve që e kanë sot, e kam kalu vetë, edhe kjo është arsyeja që unë vazhdoj më s'monal asnjë minutë. Këtë mirënjohje që pi komunës ja dedikoj nanës time sot. Që më ka rritë edhe më ka eduku në këtë mënyrë. I kam me vjetra mirënjohje në shtëpi, prej pas luftës e deri sot, kjo është e veçantë, gjitha e në veçantë, apo kjo e komunës zyrtarisht, një faleminderim kryetarit edhe njerë për thomë gjithë vetë pranishme. Apet për thomë nuk ditë foli, vetëm ditë punoj, zdi shka të thomë ma shumë. Respekt edhe punëtor që i kam kolegë të punë që punoj me ta. E njëra ndër mikeshat e Valdetit Besa Gaxheri u shpreh se ndjehet e privilegjuar që e ka njohur Valdetin në rrugëtimin e saj. Ai është rritur jetim me plagë të heshtura, por me një shpirt të madh. Pas luftës kur Kosova kishte më së shumti nevojë, ai ishte aty. Ka kontribuar në ndërtimin e shumë shtëpive dhe ka qenë pranë njerëzve, dhe kur ata kishin më së shumti nevojë për dorën e dikujt, Valdeti ju është përgjigjur atyre. Në radhë të parë, sot kur më keni ftu me qenë pjesë një dokumentari për Valdetin, kam di veten të privilegjuar edhe me fat që në rrugtimin tim të gjatë kom pas të bëj me shumë njerëz të mirë, një ndër ata është Valdeti. Valdetin faktikisht e njoh familjarisht, është një person i cili është rritur jetim edhe i cili ka pas vujtet e tia që nga familja, dhe njoh që Valdeti shumë herët, pra në moshë shumë të re, është angazhu dhe është mundu që t'i bëhet krah nënës.
Qysh atëherë Valdeti që i kalon ëndrat e tia, si një djalë i ri, si një djalë që e njohune që është shumë inteligjent, që është shumë i përgatitur për gjithçka, ai ka anulu ëndrat e tij dhe ka vendosur që t'i bëhet krah nënës që ta ndihmoj familjen. Dhe ju e dini të gjithë populli i Kosovës, ne kemi pas edhe një luftë të tmerrshme dhe Valdeti përveç angazhimit të tij në familje, ai është angazhuar edhe në luftë. Dhe fati im ka qenë që përse afërmi me punu me Valdetin pas lufte, kur Kosova ka pas nevojë shumë, edhe pas lufte, e faktikisht Kosova ka nevojë gjithë jetën për njerëz të mirë të vet, por unë jam angazhu për t'i ndihmu njerëz në nevojë përmes shoqatës Bëmirse, edhe unë dua të jetoj me Abdullah Bytyqin që udhëheq këtë shoqatë. Dhe aty, në mes të shumë donatorëve, e kom has edhe Valdetin. Aty, mu kom pas rastin konkretisht në shumë projekte, me bisedu, me aranzhu Valdetin dhe e kom pa mënyrën se si përgjigjet Valdeti. Valdeti përveç se ka punu shtëpi nga themeli në kulm afër 30 e ma shumë shtëpi, kemi shtëpit të panumërta që ai qoftë ka kry kulmin, qoftë dyrë, qoftë dritare, qoftë gjëra që cilat shtëpit ose familjet e caktura s'kan mundësi me kompletu një shtëpi. Dhe aty e kom pa vullnetin e mirë, e kom pa një njeri të mirë, të kompletuar. Një njeri që është i gatshëm me dhonë gjithë jetën për ata të cilët nuk kanë. Bile kom pas bised me të njëherë e falenderova, bisedu me dhe më tha, unë e di se e kom ndije në shpirtin tem varfrin dhe e di që ka do më thonë kur dikush nuk ka dhe prandaj jam i gatshëm gjithë jetën me ndihmu njerëz. Këso gjërave duhet se cili prej nesh, edhe këtë empati duhet se cili prej nesh ta ketë. Kur ne kemi empatinë e tillë të sinqertë, unë jam e sigurt që Kosova kishte qenë shumë më mirë. Megjithatë, fatbarësisht Kosova ka shumë njerëz të mirë. Valdeti është një prej tyre që jo vetëm familja e vet, jo vetëm ne miqtë e tij që punojmë me të, por unë mendoj se duhet të jetë krenare Kosova me njerëz të tillë. Edhe me këtë rast, me këtë intervistë që po e bëj përmes jush, duke ju falenderu edhe juve që keni marrë një hap të tillë për njerëz të tillë. Duke falenderu edhe përmes kësaj interviste Valdetin dhe mi thonë Valdetit që ne gjithmonë do të jemi bashkë për veprat mira për njerëz që janë në nevojë. Secili rast e ka veçantinë e vet, sfidën e vet, ndjeshmërinë e vet. Unë e thash që ka shumë raste. Faktikisht unë jam antare nderit të kësaj shoqate Bëmirse. Nuk është që unë të gjitha rastet që ka intervenu Valdeti kom qenë pjesë ose prezent, por ka disa rastet që kemi qenë bashkë. Janë momentet e cilat kur nana imi ullë kështu në tavolinë me bisedu, po them unë nështë në fillim, më ka bo përshtypje qasja e Valdetit, ato për mu janë që nuk shlyen. Pastaj kur hinë punë, pastaj gjithçka duket e rëndomt. Por gjithmonë ne si natyrë njerëzore, kur takohem me njerëz që nuk i njohim mirë, të bën përshtypje se çfarë qasje ka ai person. Dhe mu me të vërtetë më ka bërë përshtypje kur jemi ulë për të parë me bisedu për këto gjëra dhe ai ose kur e kom thirr, ka pas moment kur e kom thirr në telefon i kom thonë Valdet, të lutem, a ka mundësi filon familja ka nevojë kulmin? E më ka thonë, po zonja Bi, s'ka problem, a ka nevojë edhe diçka tjetër? Sepse ne kemi edhe raste tjera, për shembull, të thrasim donator të saktuar, edhe ai të përgjigjet shumë negativisht. Dhe normal që nuk ndihesh mirë. Prandaj njerëzit janë të veçantë për gjithçka në këtë rast në mënyrë të veçantë. Ti jesh humanist i tillë që ta bësh nderin tu i mos thonë që po ta bëj nderin, po tu të thonë që unë jam i gatshëm dhe kemi obligim për të ndihmu, për mu kjo thot shumë. Dhe për mu këta njerëz me të vërtetë janë të veçantë. Kosova e ka një histori të gjatë e të dhimbshme.
ne jemi ndoshta gjeneratat e fundit që i kemi sublimu ato ëndrat e çdo shqiptari që ka vdek pa e bo këtë shtet. Edhe na duhet ta ndijmë veten me fat, por duhet ta ndijmë edhe shumë përgjegjësi për ata që janë dhe për këta që janë këtu dhe rriten. E çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë shumë Valdeta dhe duhet secili shqiptar ta di që ka obligim të punoj për vendin e vet, ndaj kohë për vendin e vet, të ndaj edhe të mirat materiale që i ka për vendin e vet, dhe kur jemi të tillë, unë jam shumë e sigurt që Kosova do të jetë shumë më mirë. Prandaj ftoj çdo shqiptar që në radhë të parë ta kemi respektin për njëri tjetrin dhe ta kemi empatin për dhimbjen e tjetrit. Kur kemi këto virtyte, unë e konsideroj se do të na bëhet e lehtë edhe ndihma, edhe përkrahja, edhe respekti, edhe zhvillimi, edhe mirëqenia jonë, qoftë familjare, qoftë shtetërore. Kjo është mesazhi im për popullin tim. Zyrtarja në administratën pensionale në Pej, Ginera Avdiaj, theksoi se Valdeti çdo vit ndërton nga një shtëpi për një familje skamnore, nga themeli deri në kulëm. Unë jam e lumtur që bashkë punojmë. Ai është shembulli më i mirë i mënyrës se si duhet për të ndihmuar, me zemër dhe pa bërë zhurmë. Ju përshëndes dhe ju përgëzoj për iniciativen rreth zotëriun Valdet Shalën, sepse ka jep një kontribut pa mas të madhe për çdo personi që është në nevojë ku shoqata jone ka parashtru kërkesën. Unë jam përndryshe një prezentim shkurt i imi, jam Ginera Avdia, jam zyrtare në administratën e pensionale në Pej. Ndihmesen njerëzve në nevojë, aty ku unë e kom hapësirë për me ndihmu, e kisha edhe para mu njoftu me kryetarin e shoqatës, edhe unë e dua të jetoj Abdullah Bytyqi nga Deçani, ku ai me siguri e ka përcjell edhe sa ere o drejtu të une e ka gjetë derën e hapur për ndihmes, kështu që gadal edhe s'di qysh mënyrën si përfundova në këtë shoqat, që me të vërtet po m'duket që gjithë herë isha aty, edhe kur s'isha kom ndjenje që isha aty prezente. Dhe normal ndihmesën e boj rreth dokumentacionit, ndihmes njerëzve që nuk din, që jo në rrugëve, që në skamnor ju nevojitet ndihma të aplikojnë për penzion me aftësi kufizume, kështu që atë punën me Abdullah Bytyqin e bonem edhe ma të bukur, ma e mirë edhe ma organizuar për çdo person që shoqata drejton, unë jam aty për të gjithë. Kështu që thjesht rrjell puna si normal me krejt ata njerëz që na rrethojnë, edhe secili jep atë mënyrën e vet ndihmesën që mundet me jep. Por shoqata si shoqata është formuar në 2008 edhe zotri Valdeti është çdo vjet në kërkesën tonë, pa hezitim, e ndërton çdo vit ka një shtëpi për një skamnor nga themeli deri te kulmi. Në fund të këtij rrugtimi të gjatë, aty ku fjalët shpesh nuk mjaftojnë për të përshkruar veprat, doli vetë protagonisti Valdet Shala, me një qëtësi që vetëm njerëzit e mëdhenj e mbajnë në shpirt. Ai nuk foli për lavdi, as për sakrificat si barr, por si rrugë që duhej ecur. Jeta më ka mësuar se njeriu nuk matet me atë që ka, për me atë që jep. Kam parë dhimbje, kam ndjerë mungesë, por ndoshta pikërisht ato më kanë mësuar që të mos lë askënd vetëm. Përshëndetje. Quhem Valdet Shala, nga fshati Prapaqan, komunja e Deçanit. Jetoj dhe veproj në komunën e Deçanit. Jam pronar i firmës ndërtimore EDI, jo me gamë të madhe, po me ato punë të vogla që ka i bojmë e kemi arrit në sukses. Dëshira dhe vullneti për me jetu dhe për me punu qush i vogël,
në moshën 12 vjeçare me vdiq babaj, dhe isha kryefamiljari, isha më i madhe në familjen time dhe sakrifikova për familjen teme. Punova qyshiri, arrita deri këtu. E di çka do të thotë të mos kesh ose të kesh. Të gjitha i kam provu. Qysh në moshë të re, kishim një gjendje ekonomike shumë të vështirë. Edhe inspirimi jam më i madh, derisa familjarët e mi edhe bashkëshortarët e mi më kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme. Ky është inspirimi më i madh i imi që unë t'ju ndihmoj njerëzve që kanë nevojë, s'kam norve. Tash 27 vite, rregullisht e kam si obligim me vetit, ja kam qitë si detyrë që çdo vit ta ndërtoj nga një shtëpi, s'kam norve. Këtë mundësi ma ka dhënë Zoti dhe jam shumë i lumtur që kam këtë mundësi, këtë dhunti që ta shfrytëzoj të familjet që kanë nevojë. Të bësh një punë të mirë nuk do të thotë të jesh i pasur. Do të thotë ta kesh një vullnet edhe ta kesh një zemër të madhe për të ndihmuar. Zëri i Valdetit nuk është thjesht një zë, por diçka e vërtetë. Në çdo shtëpi që ai ka ndërtuar nuk është vetëm mur apo kulëm. Është një lutje që të mos ketë më fëmijë të pastre dhe as nëna pa shpresë. Në atë moment, ne e kuptuam se humanizmi nuk është një vepër që tregohet, është një jetë që jetohet në heshtje. Asnjëherë nuk kem një zhgënim, as në vitet e mëhershme kur kam qenë në fazën e hapat e mi të parë të karrierës time, çdo punë e kam pas një cel, një pikë që më në fund do të arrij aty ku unë e dëshiroj edhe kam arritur. Vetëm ata njerëz që kanë bërë vepra të mira e dinë çfarë ndjenjë do të thotë të bësh një punë të mirë. Është një ndjenjë që nuk përshkruhet, shpirtënore që nuk përshkruhet me asnjë san. Personalisht jam shumë i lumtur. Edhe gjithë këtë sukses ja dedikoj nanës time që jeton ende dhe çdo person që ekziston këtë jetë normal që çdo kush e don nanën e vet, e don edhe familjen e vet, edhe prindin e vet, babën e vet. Ama për neve ka qenë edhe nanë edhe babë, se ka sakrifikuar shumë në vitet 90-a edhe deri sot. Këtë sukses, këtë arritje teme që po besoj dhe po shpresoj që e kum bëni vepër të mirë dhe falë këtij suksesi është nana jeme mbas meje që unë e kam arritur deri këtu. Cilën normalisht që përshëndes dhe e dua shumë dhe është njëri më i shtrejti në jetën teme. Në vitet 90-a të gjithë shqiptarët në përgjithësi kanë pas një jetë shumë të vështirë, po ne si familje kemi pas akoma më të vështirë. Të jetosh 7 fëmijë, një nanë me pa tarna, pa bashkëshortin, më të vërtetë është një sakrificë shumë e madhe. Po me kalimin e kohës jeta të sfidon, duhet të punosh, duhet të veprosh. A e ndini ndonjëherë i sfidum prej jetës? Jo, asnjëherë se s'm ka sfidu jeta. Kom punu, kom jetu. Këto, s'po di tash si ta them, këto kohën atash pas luftës, kohën e para luftës e mojnë manë shumë mirë. Unë kam qenë edhe në luftë gjithë kohën, derisa ka përfunduar lufta kam qenë këto. Jam edhe veterani ushtrisë shërimtare, këtë epitet që e moj me kënaqësinë më të madhe. Jeta të sfidon, po mbas luftës çdo familje ka këqyrë ta siguroj ekzistencën e vetë, të jetës vetë, familjes vetë, ishte jeta ashtu dinamike që çdo familje tentojke dhe punojke për një kafshat të gojës gjithkush sa ma shumë për familjen, për vetveten e vetë. Po me kalimin e kohës, vjen të rrit numri punëtorë, vjen të rrit puna, edhe këtë punë që e bëj apet për e thamë, e bëj me kënaqësinë më të madhe, me ndjenjën më të madhe. Unë kur punoj këto shtëpia të skamnorëve, tash 27 vite. 27 shtëpia janë komplet që i kam punuar me forcat mia, me punëtorët mi, cilët i përshëndes, e shfrytëzoj rastin të përshëndes. Shumica e shtëpive që i kemi ndërtuar deri tash kanë qenë donacioni shoqatës Saliçeko, që jeton dhe vepron në Zvicër. Shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë anëtarët e shoqatës Saliçeko, cilët janë të antarësuar. Po saqëresht e përshëndes Selma Mulin, edhe pse tash është në penzie, ka pas aktivitete shumë të mëdha. Përshëndes Gjafer Racin, përshëndes Lush Mulin, gjithë anëtarët e shoqatës, se ata kanë kontribuar një pjesë shumë të madhe të materialit. Ndërsa une, me punëtorët mi dhe me firmën tami, e kemi arritur deri tani të ndërtojmë këtë shtëpi vetëm punë të vrashta. Vetëm punë të vrashta e kam marrë përsi për vetë personalisht.
është një ndjenjë apet me thëmë që nuk përshkruhet me asnjë san, edhe kur punojnë këto shtëpia, punoj me vullnetin më të madh, sikur ta kisha ta merrsha një shumë të madhe të parave. Me kënaqësi do ta përshëndes edhe shoqatën edhe dua të jetoj, që jeton dhe vepron në Prishtinë dhe në Deçan dhe në gjithë rajonin e Kosovës dhe në gjithë Kosovë. Në veçanti e përshëndes Zati Kuçi, drejtoreshën e shoqatës së unë dua të jetoj, Abdullah Bytyçin, Ginera Avdia, gjithë anëtarët e shoqatës së unë dua të jetoj, kanë bënë një punë shumë të madhe edhe me bashkë me ta dhe jam shumë i lumtur, jam shumë krenar. A të kujtohet në rast në ndërtim në vend që i ki bo, që ka me të thellë me murin tonë? Po, kam shumë raste, kam edhe raste që jem zhgëny, po ato nuk du t'i përmendi, po unë ja kom lënë Zotit ati kofshin fal edhe për hatër Zotit e familjes të unë i kom bo këtë punë, po besoj që kom bo punë të mira, ka raste që jem zhgëny. Më kujtohet vitit 2012, ishte familja Moriqi në Vitëmëric, edhe ishte funin e ndorit, radio televizionin ishte ne edhe unë jam Kosovë, emisionin e Merita Sekirac, që e qëtë gjdo mbrami atë familje me 2 fëmijë dhe një gru që jeton të një shëtër. Edhe ndërkohë, në mbrami nana me thotë, mori nanë, si do t'a kalon dimrin kjo familje pa në këtë shëtër. Nuk lajmërona nanës as kërkuj edhe ndërkohë dale lajmëroj Merita Sekirac në gazetarën e Stënishit, edhe i thamë që une do t'a marrë përsipër edhe këtë familje, kësaj këtë shtëpi do të ndërtaj. Ndërkohë, u punu shtëpia, u rregullu edhe u bo me qilë sa ndorë, mbranda një kohë shumë rekord, dikon 23-4 ditë veç u bo me qelë sa ndorë. Edhe ndërkohë vjen televizion një së një dhe bon incizimin e fundit dhe unë nuk i tregoj nanës time që e kam bo që të punë. Ndërkohë, nana me thirë Merita Sekirac, me merë në telefon edhe me thotë, Valdet, javën tjetër do t'a bëjmë incizimin e familjes Moriqi, cilën i përshëndes, edhe e kom një respekt shumë të madh për atë familje, edhe me thot, i thom nanës, hajde nanë, emisioni shkon të ora 7:30 në mbrëmje, ishte e hane, ishte 3 ditë para se të vinte viti i ri, edhe i thom nanës, hajde nanë, ulo, edhe ta pim ka një kafe, shtë ta këshym në emision. Nuk i tregojsha që isha unë protagonist në atë emision, edhe ndërkohë e shë nana dhe normal që përmballohet, edhe gjatë, derisa shkon të emisioni, me të thonë drejtin i kisha 10 ose 100 telefonata dhe mesazhe që pej shokëve, pej shoqënie, pej familjarëve që mërojshin për atë punë që kisha bë. Edhe normalisht është një ndjenjë që nuk përshkruhet me asnjë san. Në njëjtën kohë, mas 2 ditë isha në hotel Dukagjini duke pi kafe me një 3 shokë. Edhe një rast që ndoshta ja vlen të ceket, edhe ishim të pinka një kafe dhe vjen kamarieri i thotë, i keni të paguara. Edhe na përshëndet, tha prej ati zotnis atje, nuk e njishim, edhe u thëmë këty në kolegëve apenini këtë që na i pagov kafe, të thot jo, edhe po thot a i djali, a bon më ullë tavolin me ju, edhe vjen a i zotni, a ullet me neve, po s'pët njohim, i thamë, tha ju nuk po mjeni punë për një këtë djalin për mua, edhe thot, të kom pa para 2 ditë ke qenë në televizion, edhe i kom thonë bashkëshortës edhe fëmijëve, i lumë ky njeri për shpirt vetin kush qenë ka ky, po inshallah ma bjen zoti e shona herë dhe kom ja pagu një kafe, edhe rastisht, koincidencë, edhe takohem me ta dhe pim ka një kafe. Do të thëmë që është një ndjenjë shumë e veçantë, është për mu është një privilegj shumë i madh që e kam këtë mundësi që Zoti ma ka dhënë. E në fund vetë protagonisti i këtij rrugtimi, Valdet Shala ndau disa fjalë të thjeshta por të mbushura me peshë, për sakrificat, për rrugët të vështira, për dhimbjet që e formuan dhe për veprat që lënë gjurmë. Deri sa unë ta kom shëndetin, unë s'do të ndalem asnjëherë. Deri sa shëndeti jam të punon, edhe kjo firmë jam ja të ekziston, unë nuk do ndale asnjëherë. Është numri 27. Mos them, ndoshta edhe më shumë, po ka edhe punë të vogla që kemi bërë 2 ditë 3 ose na i çati ose po edhe këto familje që s'kan le ta kanë një shtëpi, një kolë mbi kokë, sado e vogël që të jetë, le të jetë shtëpia aty ne. Mesazhi yt për fund për gjithë. Mesazhi im për gjithë njerëzit, edhe njerë e thash, nuk do të thot të kesh pasuni edhe të ndihmosh, po do të thot të kesh një vullnet edhe një zemër të madhe. Kisha lutë edhe njerëzit tjerë, edhe besoj ta ndjekin sado pak këtë vullnet të amin edhe të ndihmojnë njerëzve. Dhe është Zoti që mos të ketë asnjëherë mok si familje që kanë nevojë për këto raste.
Po në qoftë se ka, une personalisht deri sa të më punon shëndetja dhe të ekziston kjo firmë, une nuk të ndalem asnjëherë. Edhe jem një i më i lumtur që kam këtë mundësi të kontriboj.